Një ditë e re dhe e bukur po lind dhe tani fillon rindërtimi, deklaroi me entuziazëm presidenti amerikan Donald Trump, ndërsa nënshkruante marrëveshjen e paqes mes Izraelit dhe Hamasit në qytetin egjiptian Sharm el Sheikh. I rrethuar nga udhëheqësit e egjiptianët, Katarit dhe Turqisë, Trump e quajti marrëveshjen një moment historik për lindjen e mesme, duke theksuar se ajo mori shtysën e një anije kozmike dhe do të sjellë fundin se më shumë se 2 viteve luftë, vuajtjesh dhe humbje jete. Të gjithë janë të lumtur, u shpreh presidenti amerikan, duke kujtuar se kishte bërë dhe më parë marrëveshje të rëndësishme, por se kjo sipas tij do të zgjaste në kohë dhe do të hapë një kapitull të ri për rajonin, të shënjuar nga shpresa, siguria dhe prosperiteti. Në dokumentin e nënshkruar, liderët rajonal angazhohen dhe mbështesin përpjekjet e presidentit Trump për mbylljen e luftës në Gaza dhe për ndërtimet e një paqe të qëndrueshme. Së bashku do të zbatojnë këtë marrëveshje në mënyrë që të sigurojnë paqe, stabilitet dhe mundësi për të gjithë popujt në rajon, përfshirë palestinezët dhe izraelitët, thuhet në deklaratë. Dokumenti thekson rëndësinë e tolerancës, dinjitetit dhe mundësive të barabarta për çdo person, pavarësisht të racës, besimit dhe etnisë, duke përshkruar paqen e qëndrueshme si një proces ku të dy popujt mund të lulëzojnë me të drejtat e tyre themelore të mbrojtura dhe dinjitetin e tyre të garantuar. Plani i Trumpit parashikon arpushim të mijëhershëm, kthimin e pengjeve dhe shkëmbimin e të burgosurve, si dhe demilitarizimin e rripit të Gazës. Ai përfshin vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizimi, krijimin e një qeverisje kalimtare palestineze të drejtuar nga teknokrat dhe një program të gjerë rindërtimi në mbikëqyrje ndërkombëtare. Në fazën përfundimtare, plani synon një rrugë të kushtëzuar drejt vetëvendosjes dhe njohjes së shtetit palestinez, çka do të përbënte një hap të paprecedent në procesin e paqes për lindjen e mesme. Trump e cilësoi këtë marrëveshje si një mundësi për të dhënë fund armiqësisë dhe për të nisur një epokë të re pa shkëtesë në rajon, duke paralajmëruar se bota do të shohë frytet e kësaj nisme më shpejt se kur më parë.